Në Allahut, Zotit gjithësisë, I cili na drejtoi, na ndihmoi që të kuptojmë dinin e Zotit xhelle xhelaluhu, të kuptojmë se kush është Allahu, të kuptojmë nga erdhëm, pse erdhëm dhe ku do të shkojmë. Të gjitha këta I takojnë Allahut falënderimet. Mëshira Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, dhe përmbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe përmbi të gjithë ju dashur besimtarë dhe besimtare që jeni sot bashkë në këtë xhami dhe për cilën lut Zotin xhelle xhelalu që të na falë edhe të na mëshirojë. Dhe sigurisht që është në mëshirën dhe rahmetin e Zotit të gjithë ata që në këto minuta gjenden në përvendet ku adhurohet Zotit xhelle xhelaluhu. Allahu inshallah të na I falë dhe të na pranojë mirësitë e kësaj ditës xhama. Allahu xhelle xhelaluhu na drejtohet dhe thotë: "O ju që keni besu, keni frikë Zotin. Dhe mos dilni prej kësaj jete, mos ju vej fundi vetëm se duke pas mendim të mirë për Allahun, duke pas iman, besim, duke ne qenë I kënaqur me Allahun dhe me këtë din, dhe duke qenë I kënaqur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si I dërguar I Zotit, dhe duke qenë I kënaqur me librin e Zotit, me Kur'anin, I cili është dallues I të vërtetës nga shtrembra deri ditën e gjykimit." Për sot zgjodhem një ajet prej ajeteve të madhështore, dhe normalisht që madhështore është I gjithë ky libër. Allahu xhelle xhelaluhu na drejtohet me një pyetje. Jo për të mësuar Zotit xhelle xhelaluhu, jo për të ditë Allahu xhelle xhelaluhu, por për të diskutuar Zotit xhelle xhelaluhu me njerëzit. Si mendoni, thot Zoti xhelle xhelaluhu, ai I cili e ka arritur, është I udhëzuar me fjalën e Zotit xhelle xhelaluhu, ai I cili thot ja ka arritur udhëzimin tim, si është? Çfarë dallimi ka me atë I cili punët e tij të shëmtura I duken të bukura? A mendoni vallë, thot Allahu xhelle xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: I shpëtuar është ai që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka mundsuar që të njohë besimin, imanin, që të njohë Zotin. Me të vërtetë ky njeri ka shpëtuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo pa qëllime përmendëm o vëllezër. Pra, pyetja e Zotit xhelle xhelaluhu është për njeriu I cili është udhëzuar. A është I barabartë, thot, me personin I cili punët e këqija I duken të mira, të shëmturat? Sigurisht që nuk janë të barabartë. Secili ndjek rrugën e Zotit xhelle xhelaluhu, por që ndahen si njerëz, si krijesa të Zotit, të dy palët, por që ndahen. E para që Allahu xhelle xhelaluhu do t'i dallojë është se ka përgatitur xhenetin për këtë njeriu e parë, I cili është udhëzuar dhe ka kujdes për veten e tij dhe për gjithë krijesat ku jeton, që të jetojnë në harmoni me atë që ka urdhëruar Zoti dhe që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Absolutisht ky. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu mbas këtij ajeti përshkruan xhenetin që ka përgatitur për këtë grup njerëzish. E personi I dytë, I pa drejtu, I pa gdhend, veprat e këqija, domethënë I mbron, edhe me ligjet e kësaj bote, si veprat mira. A thu therrën këto njerëz? A nuk mendojnë këto se edhe faraoni ishte një kundërshtar I Zotit? Të gjithë jeni të njohur për fundin e faraonit, se si përfundoi. Po dhe faraon tjerë, domethënë mbretër tjerë mbas këtij, që doli hapër kundër Zotit, edhe thoshte për çdo vepër që ka punuar është vepër e mirë.
Pra ja kishte zbukuru shejtani mallkum deri në atë shkallë, sa që ti mbronte me ligjet e veta. Dilni, thoni njerëzve, se unë jam Zoti. Po i thonë kështu, kishte pa dhe jondër që do lindin fëmijë, e njoni do jetë pris për e tyre. Vritni çarlejnë mashkuj. Vritni çarlejnë mashkuj. Sepse të gjithë njerëzit janë kriju që t'jenë hyjzmeqarë dhe mi. Allah. Deri në këtë shkallë. Pra, këto i dukeshin punë të mira. Ekzekutimi, shkatrimi, dhunimi i dukeshin punë të mira. Por nëse në njoni prej nesh, për shembull të habis pak hoxh, shumë lërë kjo punë e faraonit. Me gjithmen ka 2000, 2500 vjet, ka goxha, 3000 vjet, 4000 vjet. Po sot, që shofim ne me zbukurimin e punëve të shëmtura? Jo pa qëllim zbuloni më dhe Allah. Jo vallaj. Që shkruhet në këtë libër, ajo që s'ka dalë akoma do të dali, ajo që ka dalë, edhe vërtetohet nga njerëzit, ama është absolute. Le të fluturojnë njerëzit. Le të fluturojnë. Se thamë, origjina jonë është e njëjtë. Edhe punën më të keqe të shëmtuar filloi njëri prej bijve të Ademit, Kabili. Pse e filloi? Nga hasedi që kishte. Hasedin e dini që të thotë, që natë ditë zemra jote të rrej flak, zjerm. Nga i nati, pse Allahu xhele xhelalu ju ka dhënë tjerëve? Ky është hasedi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë keni kujdes hasedin, se punët e mira thotë ja u djeg, ja u shkatrua krejt thotë. Ju le pa zon. Ke punon, je fal, ke gjitha, sa dush. Krejt thotë ti djeg hasedi, punët e mira që i ke punon. Edhe ai tha do të vras. Ngreti dorën kërshi vllajt vet. 2 vllazër ishin. Ademi alayhis salam, Havaja, edhe këto 2 fëmijë. Pra mirë se mori përsipër vrasin e vllajt, po mori përsipër edhe të gjithë ato që nisën të se vazhdoi gjinohu. Deri ditën e Kiametit. Pra e vrau, vetëm nga hasedi. Por mos harroni se e ka vrarë duke menduar që unë po bëj punë të mirë. Pse ty që ta pranoj Zoti tha kurbanin, mos ma pranoj tha, ti si e më i mirë se unë, atëherë unë ty do të vras. Si krahasohet me gjinofet e sotshme, me punë të këqija të shëmtuara? Për shembull, gjithë njerëzit dallojnë. Njëri është pak më i bukur, më i gjatë, më i shkurtër. Njëri e zmer, njëri i bardh, njëri i kuq, njëri i verdh. Njëri ka më shumë fuqi, tjetri më pak. Tjetri ka më shumë mend, tjetri ka më pak. Tjetri ka i punë, tjetri ka i punë. Të gjitha llojet, sepse po të ishin bërë gjithë me i drejtim, nuk dihej se çfarë bëhen. Po ai ka kriju me mas, me urtësi të mëdha të gjithë njerëzit, se po të ishte ashtu nuk dihet se çfarë mund ndodhe. Edhe nuk janë barabartë. Pra pse duhet çdo këtë ky? Pse duhet i çdo këtë pasuria ati? Që i ka qellu pjesa aty, kur ka lind më atë pjesë, toke. Pse duhet i merret toka ati? Pse duhet i merret shtëpia ati? Pse duhet i merret makina ati? Pse duhet i merret burri apo gruaja ati? Vajza ati? Pse? Në çfarë? Ku ka argument? Atëherë shejtani i mallkuar i thot që të duhet me ja marr, sepse kjo është më e mirë për ty. Po çfarë tham fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Që atë që Allahu e ka udhëzuar, i ka dhënë gjatë mëdha. E ka bën që me kuptu që është imani, që është besimi. Kush është Allahu, kush është pejgamberi, çka është libri i Zotit. Pra, ai që arriti thotë udhëzimin tim, thotë Allahu. E kush është udhëzimi i Zotit, xhelel xhelalu? Ja, kjo është një. Pra, ky i cili vjen sesh dhe bashkë me mua sot tu, nuk shko me ja marrë shtëpinë e tij.
as gruan, as pasurinë. Pse të ratë? Po këti me la. Ti s'mund ta marrësh. Allahu xhelle xhelaluhu vallahi